Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Zbulohet vitamina që forcon trurin dhe kujtesën, ja ku mund ta gjeni. Pavarësisht të gjitha këshillave të mjekëve dhe ekspertëve për një dietë sa më të pasur ushqimore, duket se mungesa e vitaminave është ende prezente. Këtë e pohojnë shumë mjek, të cilët shprehen se pavarësisht larmishmërisë në ushqime, jo të gjithë njerëzit arrin të zgjedhin ato me më shumë vitamina. Veçanërisht disa prej tyre të cilat duhet që të konsumohen çdo ditë dhe në mënyrë të vazhdueshme. Këto vitamina luajnë një rol të rëndësishëm në mbarvajtjen e të gjithë organizmit dhe të trurit. Me shfaqjen e shumë sëmundjeve të reja apo përhapjen e atyre të vjetrave nëpër të gjithë globin, mungesa e tyre padyshim që vihet re. Në këtë video ju do të gjeni sasinë e duhur të elementit kyç i cili ju ndihmon të keni një kujtesë dhe tru më të fortë, vitamina që do t'ju duhen ju për shëndetin. Quhet kolin ose ndryshe vitamina B4, që prej vitit 1998 është renditur ndër vitaminat më të rëndësishme për organizmin e njeriut. Gjendet me shumicë edhe tek vezët, mishi apo bulmeti, por megjithatë, duket se shumë njerëz vuajnë nga mungesa e saj. Kjo vitaminë është rëndësishme për funksionimin e mirë të shumë organeve dhe veçanërisht të trurit. Sistemi nervor e përdor këtë vitaminë për të forcuar kujtesën, humorin dhe lëvizjen e mirë të muskujve, duke e kthyer kështu këtë nutrient ndër më të rëndësishmit për mbajtjen e trurit në formë. Doza e duhur për çdo organizëm. Megjithëse mëlçia e prodhon vetë një sasi të caktuar të kolinës, pjesa më e madhe e saj duhet që të merret pikërisht nga ushqimet. Për këtë rekomandohet konsumimi i një sasie të caktuar çdo ditë. Mjekët prej 20 vitesh tashmë rekomandojnë një dozë prej 550 mg tek burrat dhe 425 mg tek gratë. Kjo dozë gjithashtu rritet për gratë shtatzëna, të cilat duhet të marrin rreth 555 mg kolin në ditë. Marrja e kolinës nëpërmjet ushqimeve nuk është e vështirë, pasi vetëm një vezë përmban 113 mg kolin në çdo kokër. Mjekët rekomandojnë të mos konsumoni më shumë se 3 vezë në ditë, ndaj kolinën mund ta merrni edhe nga ushqime të tjera. Sasi të mëdha të saj do të gjeni tek mishi apo bulmeti. Në këtë mënyrë ju do të keni një dietë edhe më të shëndetshme. Kjo vitaminë gjithashtu funksionon si një recetë parandaluese kundër plakjes së trurit apo sëmundjeve si Alzheimer dhe dementia. Nëse merret në dozat e parashikuara nga mjekët, kolina do të funksionojë si një mbrojtëse për qelizat dhe njëkohësisht neuronet e trurit. Në këtë mënyrë ju do të keni një kujtesë më të fortë dhe tru më të shëndetshëm. Ndërkohë, ne këtu do t'ju tregojmë disa nga vitaminat më të rëndësishme për shëndetjen e trurit. Shëndeti i mendjes bazohet ndjeshëm në një regjim tepër të pasur ushqimor me produkte të cilat stimulojnë çdo qelizë. Ne këtu do t'ju tregojmë se cilat janë vitaminat më të mira që fuqizojnë trurin, përmirësojnë kujtesën dhe performancën tuaj mendore. 7 vitaminat më të mira për trurin. Vitamina A. Të gjithë ne I njohim vlerat e vitaminës A për shëndetin, por kjo vitaminë është thelbësore për zhvillimin e shëndetshëm të trurit. Vitamina A zgjeron njëkohësisht aftësinë e mendjes dhe të sistemit tuaj nervor. Si edhe duhet të keni parasysh se kjo vitaminë shërben si antioksidant, një mjet mjaft I fuqishëm kundër radikaleve të lira.
Burimet më të mira të vitaminës A janë spinaçi, pjeshka, mëlçia dhe kajsit. Acidi folik është një nga format e vitaminës B9 dhe mban nën kontroll qelizat e trurit. Acidi folik gjithashtu forcon kujtesën, afatshkurtër dhe vigjilencën dhe njëkohësisht largon amullin, si edhe letargjin. Disa prej burimeve ushqimore më të pasura me acidin folik janë barishtet, thjerrzat, fasulet dhe njëkohësisht bishtajoret. Vitamina B6 është një nga vitaminat e kompleksit B, mjaft e dobishme për të patur një kujtesë sa më të fortë. Disa nga burimet më të mira të kësaj vitamine janë piepri, mishi, drithrat e pasuruar dhe njëkohësisht fasulet. Vitamina B12. Kjo vitaminë është jetësore për shëndetin e qelizave nervore. Ajo mban të paprekur mjelinën e cila mbulon fibrat nervor dhe lëshon impulse elektrike në tru. Në këtë mënyrë kjo vitaminë parandalon sëmundjet e trurit. Vitamina B12 parandalon njëkohësisht depresionin dhe luhatjet e humorit dhe rrit vigjilencën. Ajo parandalon edhe humbjen e kujtesës. Disa nga burimet më të mira të kësaj vitamine janë peshku, mishi i derit, shpendëve dhe viçit. Ju mund të përdorni edhe suplement të vitaminës B12. Vitamina C. Radikalet e lira janë një rrezik madhor i qelizave të trurit. Mënyra më e mirë për të parandaluar dëmin e këtyre radikaleve është pikërisht marrja e antioksidantëve. Vitamina C e luan këtë rol të shkëlqyeshëm dhe siguron njëkohësisht shëndet, jo vetëm të trurit, por edhe të sistemit imunitar dhe njëkohësisht të zemrës. Burimet të mira të vitaminës C janë agrume dhe njëkohësisht bishtajoret. Vitamina D, ajo ndihmon në shëndetin e qelizave të trurit dhe njëkohësisht në mirëmbajtjen e tyre. Burime mjaft të mira të vitaminës D janë shpendët, mishi i viçit, mëlçia, djathi, peshku e të tjerë. Vegetarianët mund të konsumojnë kërpudha, të cilat përmbajnë vitaminën D2, një formë e vitaminës D. Drita e diellit është gjithashtu një burim mjaft i mirë i kësaj vitamine. Vitamina E. Kjo vitaminë gjithashtu mbron qelizat e trurit dhe nervave nga dëmet e shkaktuara prej radikaleve të lira. Ajo ndalon ose vonon progresin e sëmundjes së Alzheimer tek të moshuarit. Patatja e ëmbël, barishtet, drithrat dhe arrorët janë burime të shkëlqyera të kësaj vitamine. Avokado. Avokado shton gjithashtu qarkullimin e gjakut në tru, ul kolesterolin dhe përmirëson njëkohësisht edhe përthithjen e antioksidantëve. Avokado përmban antioksidant dhe vitaminë E, e cila mbron trurin nga dëmet e shkaktuara prej radikaleve të lira. Avokado është një burim i shkëlqyer kaliumi dhe vitaminë K. Të dyja këto janë thelbësore kundër goditjes në tru. Boronica. Boronica është e plot fuqishme dhe fal antioksidantëve që ajo përmban, këto substanca e mbrojnë trurin nga dëmi oksidues dhe stresi që shkaktojnë edhe plagjen e parakohshme, sëmundja e Alzheimerit dhe skleroza. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.